me lahutën edhe kjo është dëshira e Gabrieles, edhe është kënaqësi që pikërisht këtë ditë kena marrë dhe lajmin e mirë që edhe lahuta shqiptare u regjistroi në UNESCO, dhe do t'ju ftosha të gjitha lidhur të pitjet për lahutën. Po fillojmë promovimin, edhe po e jap fjalën Mare Falokës të parit, që të lexoj 2 poezitë që ka përzgjedhur. Nga që ka mënu për herë ma shumë se që duhet, Zoti më dënoj me një shmëni, i binun që po më shpëton. Për hakmarrje, i dashtën im struktar më gdhem një zemër drunit, por të nesëmen më gjetit ti. Varur mbi barbaz, teksa kundrojsha trandofile e libra për shëngjerq. Unë kam dashtë për herë ma shumë se që duhet, e Zoti më dënoj me dashni, i binun që po më pështon prej vetmis. Atë botë, nana ime më qafin fort, e nisa prap me pigji. Unë kam një gjithmonë më shumë se që duhet, prandaj Zoti më dënoj me poezi. E tash, sa herë që desin plumat, milon penët si tashmi. Kur në darkë, nana më kallëzon për të disaten herë historinë e Gjokës dhe Norës. E mërkur në darkë, baba më kallëzon për kohën kur bante këpucë për njerëz zotni. I them, ashtë e mundën me mi ba dhe mu një balë, ta shqetan e këpucë të kësaj bote mi vrasi kam dhe mi atyra. E mërkur mas darkë, nana më kallëzon edhe historinë e Adelës, e vrami lej shoqi për një burë tjerë. E regjistroj zanin e saj, ta ke, e mërkur po thuj se me snatë, sytë o gjaku të fikën, nanën e zëngjumi në divaj. Pas me snatë. E ngarku me një histori që t'i gjova, shkoj në dhomën time. Shtrihem dhe njej që tekas në trema spak. Kur dege re, metë shprit si që kështu. Lehqeni. Aso të s'ka më më gjumë. Gabrielin që me ftoj për të bërë pjesë të promovimit qytetin tonë, Lezhës, mes autorëve, poetëve të klubit e Teatrit në Mëngjetja, trashëgimtarët e një poetike tashmë të njohur në gjithë vendin. Shumë faleminderit që kam marrë me shumë kënaqësi, kam marrë dhe i shtim nga një obligjim, të thosha që buron nga mosha ime, jo nga një gjë tjere. Ndoshta edhe nga vepra ime, për t'i shpreh nderimet një poete që vjen letërsi në Shqipe si poete e formuar. Këto fjalë nuk i kam kështu për me kalu radhën, po e nis me disa citime. Kur dek e re, mbetesh për gjithmonë kështu. S'ke si e komenton. Ju përqe, kur vdes e re, po hyri me e komentu, kjo prishet. Kush e merë kështu si që është. Kush se merë, nuk e merë dot. Ose, kjo është e poezia e mërkurën darkë, e ka titullin. I varg evangelik, shumë mund të themi, është ungjillor, si më thëmë.
por që bëhet poezi, nuk është kopjim, buron nga një frymëzim evangelik, po them. Ose asgjë nuk i dhem ma shumë lules se mos me pas për ke me qelë. Është e gjithë kjo, që një kohë kur ja pata heq synin vetës, edhe ai shkoi ndenjë në ballin e një lule, syni vetë. Hajde pim një gotë, Krisht, një gotë bashkë, për dhimbën, plagët e vraja që jeta jep qysh prej botës lashtë. Hajde pim një gotë, Krisht, bashkë me ju dhe Pjetër, eja flasim për moh e tradhti qysh prej historisë ditër. Hajde, me pi një gotë, Krisht, tanë natën unë kam pi, bashkë me Shëmpal e Magdalen, se qysh se zuni fill kjo shërë botë, veç dashnia po ja vlen. Eja, Krisht, eja, din një qas prej Parizit tanë, të kallëzoj për jetën s'kundhe, ti në kallëzo për vetin, ato që unë gjili si tha. Eja, Krisht, kam një qiell me re, kam një mal me pse. Kur erdha këtu, thash, që do flas tash? Ka folur Dolfi, ka folur Visazhiti, ka folur Preshi prezent. Por më pëlqen gjithmonë mi afru poezisë nëpërmjet krahasimit, sepse poezia bukur është ajo që tha Preshi, nuk recitohet, nuk komentohet, vetëm shihet. Po vjen një brezi i poetësh. Një prej tyre, unë i kam konsumu fjalë, po më pëlqen jashtëzakonisht shumë se ti ke gust edhe për pikturën. Edhe për cilë në faqen tane piktura, që më tërhes shumë dhe menin, sepse një poet, po nuk pati edhe gustën e pikturës, nuk mund të arrit atë nxjerr atë që thot Preshi, shijohet, por nuk mund të komentohet. Kjo është pra. Poezia ka edhe pikturën, edhe muzikën, edhe mendimin, edhe pafsi m'ju afru afër. Vetëm mund ta shikosh si një gur diamanti. Nuk ishte shumë ulltar. Ma në fond i grusht paqe. Ditët që mrapa i lash, po i njekin trenin me vrap. Për herë të parë, po të talëm me të kalumen teme. Kryet e pshteta në gjam dhe më kujtuan të gjitha ato që kur nuk kishin ndodhur. Pse nuk lind njeriu për herë të dytë? Kishte me mësu me dek pa frikë, ose me jetu bukur. Në tren, atë ditë nuk ishte ulltar. Prandaj vendet i zunë shumë ftyra që me erdhen në kujtesë. Fundvjesht malësi. Me tim vllagëzimin, shëtisim rrugë dhe lypim në herë që gjurmët e fëminisë. Ndërmend na vjen treni i kuq që i patën blej për Krishtlindje. Me të, unë dhe ai androjshim me shëtit tonë botën. Me sytë e tij të mëdhej jeshil, pikturonim vazhdimisht shpresën e një jete të bukur dhe pas lutjeve të darkës zhyteshim në pellgja andrash deri në Alp. Teksa kalonim pranë shtëpisë vjetër në kërkim të fëminisë tonë, pa është veç pemë të thata, hardhit lakuriqe, kolibën e vjetrume të qenit, portën e vjetër prej hekri dhe bravën e ndryshkun. Nuk ka hapa derën, kisha frikë nga ajo që ma nuk ishte. Kur u ktheva, u fala me dekunit e vorret aty afër nesh, me që i kishim afër me shtëpi gjithmonë më dukeshin si miq. Edhe këtë herë më respektuan shumë, të vetmit që heshin bukur, të vetmit që më priten mirë. Nësë shumë falënderës që sapo tashu të regove i gatshëm për këtor letrare, shumë falënderës dhe Tylan si kryetari letrave, shumë falënderës që ke ardhur prej Tiranit për me folë për këtë libër, frog gjithashtu, lexuesve. Sot jam shumë e lumtur edhe për një arsye të veçantë se kam krejt familjen time këtu të pranisha. Kjo është një moment shumë i bukur. Du me ju falenderu për gjithë gjë dhe me ju thonë që jeni njerëzit ma të rëndësishëm të jetës time dhe se ju dua pafundësisht shumë. Pafundësisht shumë. Unë s'kam dëshirë me folë shumë për librin sepse edhe nuk më takon me folë për librin tem. Kjo është libri jam i parë dhe
Do me thonë që letërsia për mua nuk është thjesht një pasion, nuk është thjesht një dhunti, është krejt jeta jeme, mënyra se si unë jetoj. Ka qenë gjithmonë e tillë, kam qenë një fëmijë goxha ndryshe nga tjerët për rreth, me një botë kuptim goxha ndryshe, dhe leximi dhe pastaj shkrimi, pra arti dhe letërsia, kanë kanë bota jeme paralele që unë kam kriju për me shpëtu vetë veten edhe për mu një lumton. Ky libër është një trinom mes Zotit, krijimit Zotit, krijimit të njerëzve prej Zotit, dhe dashnisë tij për njeriun, dhe dashnisë njerëzore edhe zdrugtarit që në thelb është një simbolik e Krishtit zdrugtar. Pra, është dashnia krijimi, e cilat janë dy elemente tjerë të zakonshme në jetën tonë. Qysh në qastin që Zoti e ka kriju njeriu, nuk e ka kriju vetëm fizikisht, e ka kriju shpirtnisht, psikologjikisht, dhe gjithë jetën shkon tuë rikriju, tuë riformu edhe tu ndryshu. Njëjtën gjë ban dashnia me jetën tonë, me zemrën tonë, masi dashurona, masi dumti kanë në çfarë do lloj aspekti, dhe të njëjtën gjë ka bën zdrugtari me tronin që jep shumë forma. Ifit, është vonë, një frymëmarrje mbas mesnate, e di, nuk ke fjet. Ti gjithmonë mendon shumë, je të shtëpia e re në vjen, ndihem çuditshëm. Faqja e murit është krejt prej xhamit. Ndëgjohet zhurma e pemëve, përjetoj 1100 ndjesi të sjell ndërmend ty. Nata është poezi, e due. Po të isha djalë, e kisha zënë të dashton. Është vonë. Nuk më lexohet poezi franceze, nuk më tymoset. Nuk më pihet ma whisky as ven, më kujtohet koha kur jetonim bashkë në Tiranë. Është vonë, këtu askush nuk flet gegnisht, e dhimbshme t'jetosh pa gjuhën që është atë dhe. Mendue, thellë në shpirtin tim djej kaq mall për ty, e beku me qoftora kur baba ynë dhe nana të njitën ty si fryt dashnisë. Nanës time të bukur. Po vjen pranvera, lulet kanë qelë mbas shtëpie. Ajo ka kohë që qep në makinë, 2 rreze i kanë rami i flok, ata djellon akoma ma shumë. Ajo ka marrë uja na pyet një fëmive, por një lujmë me lodra që na i blenë për bashkë. Ajo i lyen buzët e kuqe dhe gjithmonë ka një buzëkuq me vete në gjep, kështu bajtash edhe unë vazhdimisht. Ajo ka kohë që po qep në makinë, perlat i shkëlqejnë në qafën e bardhë. Aty pak para se më ra muzgu afrohet me 2 bluza bojgjaku me kordele nga ana e zemrës. Unë e motra e lillna për qafe. Nesër kena me shkue në shkollë me tesha 3, të cilat si na nuk kam i pas askush. Mendue për herë se qielli është një burr i ndjeshëm, i bie që mundet me qenë edhe poet. Baba ka bo vend si mjet, do pim bashkë në stinën e vjeshtës, aj për jetën që shkoje, unë për jetën që vjen. Aj më pret gjithmonë, ka shumë durim, gjithmonë ka qenë kështu. Në një familje për herë njëni fëmijë ka qenë pak më ndryshe. Në fund, kur ti ulim gotat, mbi shkallë në verandë, kena me shkue me fjetë, me heshtje në çtunës së madhe. E tjerë, na familja e Gabriel si na shumë të lumtun që jena këto. Jena shumë të lumtur për gjitha lëvdatat që Gabi ka marrë. Është Gabi jonë dhe jena shumë krenar për ta. Kjo poezia është për ne dyja. A lujmë bicikletash, Bet. Bet, a lujmë bicikletash, si të dajat, si të divani i vjetër, si të shtëpia e parë që kishim. Kur shpejtonim tepër, këmbët binin tokë, mbi një qëllim të kuq prej leshi, dhe skuqeshim krahesh e varnim të rinjt me lot. Tapeta me pupla atëherë kishte veç në treg.
A luajm Roza Rozina, po tash jena bashkë në një qytet me kryet nalt. Në Tiranë nuk njohim askënd dhe shoqet e fëminisë janë larg. Këto që kena njoft këto nuk e din këtë lojë. Qeshim kur na quajnë provinciale dhe ti e di, unë flas gegnisht me qëllim. Pak se jam krenare, pak për hatër të babs, pak për hir të poezive të Martinit, e pak sepse m'duket me shpirt. Bet, a luajm grek, aty të bordura në lagje, ku qëndrojnë pianecet në lokal, me dyshemet qimentoje, ku një grua ashpër shërben në raki e bërtet me të male. Unë e ti shkrijemi të qesh, me dorën në gojë. A luajm pak, bet, një qas të lutem si për kryshlinje, si për pashk, si për vitri. Me urit, do në me thanë me lujt mensh, a luajm bicikleta shbet, por tash më shpejt se jena rrit, dhe si që she jeta nuk pret. Premtoj se s'kam me bërtit, edhe nëse më shkel pa dashje. Jam nis një 2-3 herë me të harrue, po më ka dal një punë me randësi, që nuk ka prit, me të dash ty urgjent, pa kohë, pa natë, pa ditë. Ti tash je i huaj si ta njerëzit e tjerë. Dikund, mes turmës, frymon një gojë za bukur. Me të pa në rrugës të flas, me më pa në rrugës më flet. E thellë sa qiella është heshtja, që të vras e më vret. Ti tash je i huaj si ta ndynjaja. E pra, dikur bashk, kem lujt yzash në përsyna. I veshën teshat e trasha. Lulet në uthan në balkon para syve tanë. Mbas darket, fika driten, dhe ndeza qiri në mbeton për natës së shënkollit. Në terë, njëri mendon gjana që si mendon zakonisht. E ndjej shijen e venës bardh në buzët e mia, kur me njëna tjetër një puç dhe them me vete. Mbrëmje si dimni si këto, a thum kujton ai muaj, apo veç puthet në tjetër ken. Mendimet e mia sillen e mbështillen 2 flutra të verdha. Një burrit vetmum dhe të pashëm, me cilin takosha në rrugë vazhdimisht, shalli jazuni frymën bardhje. Kishte ditë që një korb sillej rreth shtëpisë tij. Mesha e dritës u mbajt në heshtje të plot. Kur të vi kallnuri, askush s'ka me qatë vorri burrit. Na kena me nejt prap bashk një ditë. Dashnia dhe e vërteta nuk humin kur. Kena më ushtrimi i bart një në qilin e kthjellun para e zeza. Të i këshyrë si kalojnë aeroplanat mi krenat tonë. Kena me qajt për gëzimet e humbuna motësh për një pritjet stërgjat. Ku ishim tanë këtë vjetë, ka me qenë pyetja që s'kena me guxu me e ban. E me zatë marrun, kena me kallëzu një prallë të vjetër. Se si e hangri një dhelë për në dashnin tonë. Ai s'është ma, ai s'është ma. Vjen njëre thatë, shkrum ban gjithë shka. Ai ma nuk është, djeli zhurit, deti për lyhet, ai ma nuk është. Dalë këtë zhurmojnë, një krëmbi këthen në kangë, ai s'është ma. Vjeshta natyren në are lanë, gjethi kërcet, kur bjen prej dege, si fmija kur nana gjinin janë dalë. Ai nuk është ma askund, trishtim ma me hek, shpirtin ma me macek, endres me midhan jetë, kur valë si shpejt mali, kërcen në sytë e mi bëjtok. Frynerë fund vjeshte, floket prej mërzije, duen me mik prej kreje. Ai nuk është ma me muë, as gjatë tjetër rëndësi nuk ka. Një shqip psikopat le mrëndimnin, stuhi e gjamë më kujtojnë qastet kur më dhanë shpirt në krath lagërsis.
a i ma nuk është, se di ku ka ik, u djeg qytet e fshat për i deri sa a i sështë ma. Bald bahet rruga, lypi gjurmët e ti, pranvera vjen lullzën pe me jetës, bari jeshil të leshën shpres ndër fusha, dridhet si zemra prej mallit ndër kryem, e a i ma nuk është. Përshëndetje, kësaj audience mjaft të nderuar. Urime familjes për ulatin e mrekullueshëm që edhe pse paksa e llastuar fëmijë, tashmë ua ka shlyer edhe llastimin gjatë kohës duke u rritur. Në fakt, çdo poezi këtu është si një notë, po një notë me tonalitet të lartë mbi pentagramin e këtij libri të mrekullueshëm. Unë zgjodha poezinë Qelsat. Nuk e di se si vinë sinit andej kati, mbase për kalendar ke hanën. Këndej frymojnë ende lule dimnat dhe një zog që shkon e vjen vazhdimisht. Gjeta në rrugë një palë Qelsa dhe më kujtue pallati i panumër. Sa herë që të qes për i derës së mendjes, ti hynë si shtriga për vrimën e zemrës. Faleminderit. Faleminderit shumë për këto momentet bukura shpirtërore Gabriela që na solla. Realisht një poezi, një libër shumë, të paktën i bukur duket. Ashtu siç tha edhe Preçi që poezia te ti është pjek mirë dhe ka danë. Është një poezi që duhet të ndjehet dhe po nuk të erdhi, nuk të vjen asnjëherë. Unë të uroj shumë suksese, të uroj që të kesh mjaftueshëm frymëzim për të nxjerrë poezi kaq të bukura. Faleminderit shumë që zgjodhët Bibliotekën e Lezhës, Lezhën, edhe faleminderit Klubit Letrave. Urime dhe suksese. Kena kalu, besoj, një në promovimet më të këndshme. Unë për vetën time do kisha dësht me kënë dikun një nga funi e me shiu më i qetë, këtë bëj promovimi. Tashin mbyllit, po du me i thanë edhe unë dy fjallë për poezinë e Gabrieles, është e vështirë me folë mësi ka folë Preçit, po dy fjallë do i thëmë. Unë e du poezinë e Gabrieles për faktin që ajo e respekton maksimalisht lexuesin. Nuk ka aty asë një fjallë të tepër. Apo të mungu me një të gjashtë. Por ajo nuk merr përsipër me të shpjegu, ai që se kupton më mirë të largohet vetë nga ky libër, nuk është për ky libër, kjo është një poezi elitare, nuk është poezi që mund ta shijoj do kushdo. Siç ka prit Gabriela vite tona për me dalë me këtë libër duke lexuar, duke lexuar poezi e teori letërsie, duke qenë kontakte me gjitha risitë e kësaj bote. Edhe lexuesi që lexon këtë duhet edhe ai me pas këtë kulturë minimaliste, po them unë për me shiju poezinë e Gabrieles, sepse aty kjo lëviz në teht të briskut midis vargjeve të lira dhe prozës poetike. Pra nuk është strikte e bindur në rregullat e prozodisë letrare dhe mirë bën që nuk është, po edhe nuk rreshjet në shkuke proza poetike. E lun aq bukur, mi fjalë lëviz aty në majë të shpatës apo në teht briskut, si thonë, dhe e realizon. Hermetizmi është një element shumë i bukur që përdor Gabriela, sepse është hermetizëm bio, nuk është hermetizëm i sforcuar për me i gjetur me zor, po është hermetizëm sepse kështu ka zgjedhur të jetë, edhe në teksti aty është i lexueshëm. Mjafton që të kesh shpirt poetik ti si lexues, edhe e shijon poezinë.